Kryeministër, unë nesër kam ditëlindjen. Dhe pas disa ditësh, 3-4 ditësh, kam dhe përvjetorin do të shkoj të bëj vizitat nga fillimi të asaj ngjarjes me shëndetin që kam pasur para disa vjetësh. Dhe e konsideroj këtë tërheqje edhe si një lloj dhurate për ditëlindje, sepse realisht kam nevojë për të fokusuar pak ke shëndeti dhe tek vetja për një periudhë të shkurtër kohe, sepse prap pastaj më mbetet nga mbrapa ajo që unë e them gjithmonë me hanë duart për të bërë ndonjë punë. Faleminderit gjithëve, faleminderit në atë parë juve për mundësinë që më dhatë që deri tani që të lë atë gërmën time tek historia e shtetit shqiptar. Faleminderit edhe gjithë stafeve të mirë të liq, punëtor dhe sa më pak punëtor për punën e bërë bashkarisht deri tani. Punë të mbar drejtores së re, punë të mbar koleges time në vijim të drejtores së Akshit.